Plot 17 ditë më parë, më 9 prill në orën 9:30, Kolegjet e Bashkuara u mblodhën në një seancë gjyqësore për të shqyrtuar një akt të marrë nga kreu i Gjykatës së Lartë Sokol Sadushi. Bëhet fjalë për një akt që i shërben drejt për drejt kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës Erion Veliaj, i cili ndodhet prej rreth 14 muajsh në qelitë e burgut të Durrësit, me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale. Në fakt, shqyrtimi i bërë në atë seancë nuk ishte gjë tjetër veç se një skenar i pastër me qëllime politike. CNA raportoi javë pas jave këtë skem të turpshme, në të cilën është bërë pjesë vetë kreu i Gjykatës së Lartë si një mjet për nxjerrjen nga burgu të kryebashkiakut të arrestuar të Tiranës Erion Veliaj dhe për t'i dhënë atij një masë më të lehtë sigurie. I pavetinguari Sokol Sadushi nxorri një vendim të ndërmjetëm, duke ushtruar këtë detyrë për herë të parë, për nisjen e procedurës për ndryshimin e pjesshëm të praktikës së njësuar të kolegjeve të bashkuara të Gjykatës së Lartë të vitit 2011 mbi masat e sigurimit personal. Jo vetëm kaq, por Sokol Sadushi, që njihet si një mbështetës i fortë dhe mik i ngushtë i Mero Bazës, gazetarit të familjes së Erion Veliajt, duket se pret një shpërglim nga ky proces. Pak ditë më parë, CNA raportoi përmes disa burimeve ekskluzive se një skem e qartë shkon deri te një pazar për postin e presidentit të Republikës. I njohur si një jurist që doli nga dritarja dhe hyri nga dera e sistemit të drejtësisë, Sokol Sadushi kërkon të rrëzojë vendimet penale vetëm e vetëm për të favorizuar një vendim që do t'i shërbej kryebashkiakut të lidhur me skandale e akuza, që vijon të përdor teknikalitete, procedura dhe skenar për të mos u përballur me të vërtetën para ligjit dhe për t'i shpëtuar drejtësisë.